Shkimi si po ja kaloni këtu jeni me mu Koravin me info shqip. Sot e kemi në OnePlus One telefonin më të ri. Një nga telefonat më të ri, OnePlus One, që në shqip do të thot 1+1. Kjo është foto si duket. Kjo është për mas se si duket. Dhe ne do të tregojmë specifikat. Do të tregojmë specifikat sa është çmimi edhe disa nga fotot do t'i shohim. Shkojmë me specifikat. Së pari me internetin. Teknologjia GSM HSPA LTE, sikur të gjitha telefonat e tjera. Ka dalur me 2014 prill të 2014. Tani është tani mund ta bleni. Kanë thënë se do të dalë, kanë thënë në 2014, prill 2014 që do të dalë më vonë. Tani është ka dalur dhe mund ta bleni. Ka dalur në treg dhe mund ta bleni. Simi është microSIM. Nuk keni nevojë për ta prirë simin ose ndonjë gjë tjetër. Dimensionet janë 1502.9 me 75.9 me 8.9 mm, që do të thot 162 kg, më falni. Ekrani ka LTPS, LCD, kapacitive touchscreen edhe 16 mega ngjyra. Ka 5.5 është 5.5 inch. Rezolucioni është 1080 me 1920. Ka multitouch që ka më shumë është testuar dhe me 10 gishta dhe ka bërë me 10 gishta, por mund këta të tjerët mendojnë se ata që ka kompania mendojnë se mund të ketë edhe më tepër se 10 gishta në ekran. Ka Corning Gorilla Glass e ka mbrojtjen. Edhe Kyanic Mode 11S. Ka platformën Android OS, është vjen me Android 4.4.2 KitKat, që është i upgradeueshëm në Android 4.4.4 KitKat. Chipseti është Qualcomm MSM894 AC, Snapdragon 801 për ndryshe. Procesori është quad-core 2.5 GHz Krita 400. GPU Andreo 330. Nuk ka chip për të fotografuar. Memorien e ka 3 GB RAM i ka. Mund të ketë 16 ose 64 GB në hard disk. Kamera është 13 megapiksel, ka autofocus, ka 4128 me 3096 piksela, ka dual LED flash, ka geotab, touch focus, face detection, panorama edhe HDR. Video është 2160 pik, 2160 pik DCI, 1080 pik edhe 720 pik që është në high definition. Ka 5 megapiksela, është edhe ajo është 5 megapiksela i ka në kamerën e përparme, që mund të inqizoj në 1080 pik, që do të thot në high definition. Zërin e ka reverberation, MP3 ka, ringtone,
ka zë të lartë, ka zëqnikt I ka dual mana. Do të shohim dual manën zëqnikt më vonë në foto, do të tregoj se ku ndodhen ato ndihmojnë zërin që të shkojë edhe më lart. Kemi 3.5 mm gati si të gjithë telefonat e tjerë për të futur dëgjuesit. Ka wirelessin 802.11 ABGNAC, Wi-Fi direct, wireless direct, DLNA edhe hotspot. Bluetoothin e ka 4.1 A2DP, GPS ka, AGPS edhe GLONASS, NFC ka, radio nuk ka, USB, micro USB versionin 2.0 që mund ta lëni për kompjuteri. Ka senzora të accelerometer, nuk e di a thash mirë, por ka gyro proximity edhe kompas. Ka mesazhe me SMS, email, IMEI, push email. Browse është interneti, është HTML5. Ka Java, MIDP emulator, vjen me Anet edhe support, vjen me MP4, MP3 player, H.264 player, VMA, WAV player e të tjerë. Ka document viewer që mund të shikosh dokumentat, photo viewer edhe editor për të shikuar fotot edhe për të ndryshuar. Ka memo në komanda edhe për të thirrur numrat e telefonit me komanda të zërit. Baterin ka Li Pro 3100 mAh bateri, nuk mund të heket. Ngjyrat mund të jenë të zeza dhe të bardha. Këtë telefon mund ta gjeni, mund ta blini me 220 euro. Nuk është edhe aq shtrejt, edhe sipas performancës duket se është një telefon shumë I mirë. Është I 2014 dhe 220 euro. Më duket se është telefoni më I miri, me performancë më shumë edhe që kushton më pak. Të shohim se votimet e popullit. Dizajni 8.0 kam votuar të gjitha votat. Features, ato gjëra që vinë me telefon janë 8.1 dhe performanca është 8.3. Kjo do të thotë është mirë telefoni, është I lirë, edhe sipas performancës është shumë I mirë. Ja, dhe në fotot do të tregoj zëqnikt që kanë dual mono. Tash mira mono, siç e di, mono dual do të thot se këtu I ka disa zëqnik edhe brapa ose këtu I ka disa më të vogla dhe bëjnë zë më shumë, që këtë është një foto në të cilën po shtyhen 3 telefona. Ky është OnePlus One që e pam tani,
që po më tani në specifikat të gjitha të tjera, kjo është LG G3 që do ta tregojmë në një video më vonë. Kjo është Samsung Galaxy S5 dhe këto do ta tregoj një ditë tjetër, edhe këto do ta tregoj një ditë tjetër LG G3. Këto janë duke u shterë se cili është cili ka grafika më të mira. Siç po shihet këto, OnePlus One ka më të ndryshme grafikën, dhe Samsung Galaxy S5 dhe LG G3 i kanë pothuajse të njëjta grafikat. Dhe kjo ishte. Ja ti tregoj edhe disa foto që janë marrë nga telefoni OnePlus One. Këtu shihet se si është fokusuar në këto lëngje. Ja këtu një vend i bukur, nuk e dim se në cilin vend saktësisht ndodhet. Këtu është edhe një foto tjetër me vetur duke vëzitër edhe këtu në rrugë. Dhe kjo ishte për sot. Ne treguam Samsung, më falni, treguam OnePlus One, e treguam specifikat e tij, treguam disa foto të tij, treguam se sa është çmimi, 220 euro. Po 220 euro. Dhe kjo ishte për sot. Këto ishit me korabin në info shqip. Shihemi herë tjera në një epizod tjetër.